تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë këtë libër madhështor, libri I imanit, Kitabul Iman, nga Sahih Muslim, me shpjegim të djetarit kolosal El Imam Sheikh Rabia rahimahullah. Dhe jemi të kapitulli ku përmendet babun nuzuli Isa ibn Maryam hakimen bi shariati nebina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli është zbritja e Isait alayhi salatu wasallam, birit Merjemes, si gjykues me shariatin e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu ka përmend Imam Muslimi rahimahullah disa hadithe që lidhen me këtë temën e zbritjes të Isait alayhi salatu wasallam në fund të kohës, do thonë pak para kiametit. Dhe e përmend hadithin e parë këtu, thot haddathana Qutayba ibn Sa'id qala haddathana Layth wa haddathana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Layth an ibn Shihab an ibn Musayyib annahu sami'a Abu Hurairah radiyallahu anhu yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. Në këtë hadith që përmend Imam Muslimi rahimahullah, ai e transmeton domethënë nga Qutayba ibn Sa'id. Zakonisht domethënë në mësimet tona nuk I përmendim këto I tërë sinxhiri, por këtu ishte sinxhiri domethënë me vërtet sinxhir I artë edhe sinxhir domethënë që të gjitha këto transmetuesit këtu kanë qenë dietar të mëdhej. Të gjithë domethënë, tre kur e fillon Imam Muslimi rahimahullah, haddathana Qutayba ibn Sa'id. Qutayba ibn Sa'id, Imam al-Dhahabi rahimahullah ka thënë për këtë dietar të madh Qutayba ibn Sa'id se ajo është Sheikhul Islam. Ajo është Sheikhul Islam, el-Muhaddith, el-Imam, el-Thiqa, el-Jawwal. El-Jawwal, domethënë el-Jawwal e ka kuptimin një njeri domethënë që ka udhëtu shumë për dije. I ka ecë gjithë ato vende domethënë ku kanë qenë dietarët e Islamit, I ka ecë që me marrë domethënë hadithe dhe dije. Dhe prandaj thot Dhahabiu rahimahullah, rawiyatul Islam, e cilson, domethënë e përshkruan me rawiyatul Islam, është transmetuesi I Islamit. Kjo domethënë është epitet I madh që të thuhet për një dietar, rawiyatul Islam është transmetuesi I Islamit. Që ta kuptojmë pse këtë epitet dhe këtë përshkrim ja ka bërë Imam Dhahabiu rahimahullah, është që ky dietar, Qutayba ibn Sa'id rahimahullah, është prej ata transmetuesit të rrallë që kanë transmetuar 6 koleksione të hadithit. Do thonë ky transmetues kanë transmetuar Buhariu prej tij, Imam Muslimi siç e shohim këtu, Ebu Davudi rahimahullah, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Majah kështu me radhë. Të gjithë këto dietar, kjo nuk është diçka e zakonshme. Je ul tash këtu edhe po ndron edhe mirë që isha këtu fllatin e mirë. Jo. Kjo është diçka e domethënë jashtëzakonshme. Që një dietar, si ky dietar këtu Qutayba ibn Sa'id rahimahullah, me arrit domethënë që 6 ato dietar që I kanë përpilluar ato librat madhështore. Dhe ato I kanë përpilluar jo kështu domethënë pa koncept dhe pa rregulla. Edhe kanë pas kushte të rënda, ky njeri domethënë I ka përmbushur kushtet prej të gjithë atyre domethënë 6 dietarëve të mëdhej. Edhe prandaj thot Dhahabi rahimahullah, rawiyatul Islam. Ajo është transmetues domethënë I Islamit.
Po ashtu edhe këtu është Muhammed ibn Rumh, që thotë Dhahabi rahimullah, po ashtu për të El-Hafidh, El-Thabt, El-Allama, që është domethënë hafuzi i madh dhe i fuqishëm dhe precis, dhe po ashtu që është domethënë dietar kolosal. Edhe pastaj mos flasim domethënë për Layth ibn Sa'd, që është nga Egjipti domethënë dietar i madh, që ka qenë domethënë në rangun të Imam Malikut rahimullah, dhe po ashtu Muhammed ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, Ibn Musayyib, domethënë Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, po ashtu domethënë prej tabiinëve të mëdhej, pastaj Ibn Musayyib domethënë e transmeton thot ennehu sami'a Aba Huraira radhiyallahu anhu, se ka dëgjuar Abu Huraira radhiyallahu anhu duke transmetuar, edhe i përmendi domethënë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, do të zbres mes jush biri Merjemës, si gjykatës i drejtë, ai do ta thyej kryqin, do ta vras derin, do ta heq gjizjen dhe pasuria do të shtohet aq shumë sa që askush nuk do ta pranoj. Në kohën kur ka me ardh, kur ka me zbrit Isai alayhi salatu wassalam, aq shumë do shtohet pasuria, domethënë, në botë, në tokë, sa që domethënë njerëzit nuk do ta pranojnë. Do i vjen dikush dikujt me i dhën, ai s'ka me pranu. Ai s'ka me e pranu. Pastaj i përmendim tash disa hadithe, pastaj fillojmë edhe me shpjegimin të Sheikh Rabiz rahimahullah, dhe po ashtu edhe disa shtesa të Imam Uthayminit rahimahullah. Këtu te transmetimi i Layth ibn Sa'd al-Masri rahimahullah përmendet domethënë një shtesë të hadithit, ziyada, edhe kjo shtesa na e shpjegon neve, na jep me kuptu pse njerëzit domethënë nuk do ta pranojnë pasurinë. Dhe ajo shtesa është wa hatta takuna as-sajdatu wahida khayran min ad-dunya wa ma fiha. Derisa në atë kohë domethënë një sejdë e vetme të jetë më e mirë se kjo botë dhe gjithë çka që gjendet në të. Domethënë njerëzit, thotë Sheikh Rabia rahimullah, në vazhdim do e shohim, njerëzit aq shumë do janë të fokusuar dhe të përqendruar drejt ahiretit, saqë domethënë nuk do ju interesojnë çështja e dunjas. Por synimi i tyre do të jetë domethënë sa një sejdë në sytë e tyre do jetë më mirë dhe më e vlefshme se sa gjithë dunjaja dhe çka ka në të. Pastaj një hadith tjetër, domethënë që është po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yanzilanna ibn Maryam hakaman adilan, fala yaksiranna as-salib wala yaqtulanna al-khinzir wala yad'anna al-jizya wala tutrakanna al-qilas fala yus'a 'alayha wala tadhhabanna shahna wat-tabaghud wat-tahasud wala yud'awanna ila al-mal fala yaqbaluhu ahad. Këtu po ashtu në fillim pejgamberi alayhi salatu wasallam betohet, thot wallahi, domethënë me siguri domethënë ka me zbrit biri Merjemes Isa alayhi salatu wasalam si gjykues domethënë i drejt. Edhe ka me thy kryqin, ka me vra derin dhe do të hiqet gjizja. Dhe prej çështjeve që do ndodhin që njerëzit domethënë do t'i lajnë ato devet të reja dhe të çmuara pas dora. Nuk do interesojnë domethënë. Nuk do fala yus'a 'alayha. Se el-qilasu është ajo deve e re dhe e çmuar. E njerëzit domethënë nuk do i kushtojnë asaj rëndësi dhe nuk do kujdesen. Po ashtu vazhdon dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të zhduket armiqësia, urrejtja dhe zilia. Do të zhduket armiqësia, urrejtja dhe zilia, njerëzit do të thirren për ta marrë pasurinë, por askush nuk do të pranojë atë. Askush nuk do ta pranojë. Po ashtu edhe hadith tjetër ku thot po ashtu të Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum.
Domethënë si do të jeni ju kur biri i Merjemës të zbres mes jush, ndërsa imami juaj do të jetë prej jush. Ndërsa imami juaj do të jetë, domethënë, prej jush. Dhe në një transmetim tjetër, kejfe entum idha nezele ibn Maryama fikum wa ammakum. Si do të jeni ju, domethënë, si do të jetë gjendja juaj kur ka me zbrit biri i Merjemës, wa ammakum, edhe ammakum njëri prej transmetuesve ka përmend këtu se është domethënë Ibn Abi Dhi'b rahimahullah ka thënë atadri ma ammakum minkum qultu tukhbirni qala fa ammakum bi kitabi rabbikum wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Domethënë si do të jetë gjendja juaj ose situata juaj ose puna e juaj kur ka me zbrit biri i Merjemës Isa alayhi salatu wassalam dhe ai do të ju dhëheq juve me librin e Zotin tuaj dhe me sunetin e pejgamberin tuaj sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadithi i fundit që përmendet këtu është nga Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, ku thotë se e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haqqi zahirina ila yawm al-qiyamah qal فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. Kjo është domethënë hadithi i fundit në këtë kapitull që ka përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah dhe është që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam një grup nga ummeti im do të vazhdojë të luftojë për të vërtetën, duke qenë i dukshëm dhe triumfues deri në ditën e Kiametit. Atëherë do të zbres Isa alayhi salatu wassalam biri i Merjemës dhe prijesi i tyre do të thotë eja dhe na prije në namaz. Por ai do të thotë jo, disa prej jush janë prijes mbi të tjerit. Kjo është një nderim që Allahu ja ka dhënë këtij ummetit. Këtu tash në fillim të shpjegimit thot Sheikh Rabia rahimahullah se Imam Muslimi rahimahullah i ka sjellë këto hadithe, janë pjesa e parë nga Abu Huraira radiallahu anhu dhe po ashtu edhe nga Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma, dhe hadithet thot Sheikh Rabia, hadithet që flasin rreth zbritjes së Isait alayhi salatu wassalam nga qielli në tokë janë mutawatir. Janë domethënë mutawatir, ka me zbrit Isai dhe ka me gjyku domethënë me drejtësi, ka me e thyj kryqin dhe ka me vrar derin dhe do hiqet, do shfuqizohet çështja e gjizjes. Thotë Sheikh Rabia rahimullah në vazhdim, ka me e thyj kryqin që me tregu domethënë se feja i krishterizmit është fe e kotë. Dhe po ashtu edhe çështja që ata e bëjnë ngrënien e derit, do vritet ajo domethënë që prap me tregu domethënë se kjo është një fe e prishur, sepse kam i bë këto dy sende, sepse këta të krishterët i angjisin dhe i atribojnë fenë e tyre pikërisht Isait alayhi salatu wassalam. E me këtë domethënë me vrasjen e derit dhe thyrjen e kryqit domethënë do jetë qartë se ajo është kundër tyre dhe nuk është prej tyre dhe nuk është në fenë e tyre. Por, thot shehu, ai ka me përhap tauhidin, ka me përhap tauhidin, duke treguar domethënë se feja e tyre domethënë është fe e kotë. Dhe nuk do pranohet prej ehlul kitabit, nuk do pranohet domethënë gjizja. Pra domethënë zgjidhja do të jetë ose pranimi i Islamit, ose domethënë me i luftu. Domethënë nuk do ketë gjizja. Tash, thot Sheikh Rabia rahimahullah në vazhdim, kjo çështja e gjizjes. A është që Isai alayhi salatu wassalam e anulon këtë ligj që ka qenë në Islam? Sepse ai do hiqet gjizja. Kurse përmendet se ai ka me gjyku domethënë me shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E në shariatin e Muhamedit alayhi salatu wassalam është pranimi i gjizjes prej ehlul kitabit. E si tash kur vjen Isai alayhi salatu wassalam, do të hiqet gjizja. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, ai i cili ka tregu se gjizja do të hiqet është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo do të thotë se kjo është prapë në atë kohë prej shariatit të tij.
Do thonë se kjo gjizja, thot Shekh Rabia rahimullah këtu, ka kufirin e saj. Kufiri ka qenë deri në zbritjen të Isait alayhi salatu wasalam në qiell, në tokë. Kur zbrit në tokë Isai alayhi salatu wasalam, atëherë marron çështja e marrjes së gjizjes, atëherë nuk u mbetet ehlul kitabit për vetëm se pranimi i Islamit ose domethënë në me i luftu Isa alayhi salatu wasalam. Domethënë është e kufizuar me zbritjen me ardhjen e Isait alayhi salatu wasalam. Sa i përket, thot Shekh Rabia rahimullah, se Isai alayhi salatu wasalam ka me gjyku me shariatin e Muhammedit sallallahu alayhi wasallam, janë dy mundësi këtu. Ose ai ka me studiu, ka me mësu shariatin e Muhammedit sallallahu alayhi wasallam dhe ka me ditë se çish ka qenë shariati i Muhammedit alayhi salatu wasallam dhe ashtu ka me zbatu. Kjo është e njëjta. E dyta mundësia është, thot Shekh Rabia rahimahullah, që Allahu subhanahu wa taala i mëson atit, që nga fillim domethënë ai ka me pas njohuri rreth shariatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu ka me zbatu. E pastaj thot Shekh Rabia rahimahullah se çështja e ato devet që janë përmendura domethënë, që janë domethënë devet që janë llogaritur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pasurisë më të mirë, por domethënë në atë kohë njerëzit domethënë kanë me pas zuhd për mbajtje domethënë një farë asketizëm ndaj dunjas dhe drejtimi i tyre, synimi i tyre do të jetë domethënë në ahireti. Prandaj domethënë ka me lënë këto çështje pas dore. Edhe jo vetëm këto sende, po edhe do largohet armiqësia, urrejtja dhe zilia. Për shkak se këto sende, armiqësi, zili, urrejtje, ndodhin domethënë që i bën njerëzit për çështjeve të dunjas, kur janë domethënë të lidhur me dunjan e tyre. Edhe ai tjetri thot ma ka marr biznesin, ai tjetri thot diçka tjetër, edhe ndodhin domethënë ndodh armiqësi, ndodh për gra, ndodh për pozit, ndodhin domethënë për çështje të ndryshme, që me pas armiqësi, me pas urrejtje, me pas zili. Kurse njeriu kur e ka synimin ahiretin, ajo është larg prej këtyre sendeve. Është larg prej këtyre gjonave domethënë që me pas zili, që me pas urrejtje dhe armiqësi. Dhe do të thirren njerëzit domethënë që me marr pasurinë, me marr hisën e tyre, po askush domethënë nuk ka me pranu, për shkak domethënë thot shehu indahum iqbalun ala al-akhirah. Domethënë janë të fokusuar drejt ahiretit dhe përmbahen domethënë ndaj dunjas. Pra domethënë do të ekzistojnë ose do të jetë domethënë situata e tillë kur do jetë Isa alayhi salatu wasalam, që do të jetë domethënë drejtësi në tokë. Ka me pas domethënë drejtësi në tokë dhe do largohet domethënë pa drejtësia. Dhe situata ose gjendja e njerëzve do të përmirësohet. Saqë domethënë ka me arrit situata në këtë deregje, në këtë shkallë, saqë do largohet armiqësia, urrejtja edhe zilia dhe po ashtu edhe njerëzit të nuk do jenë domethënë të interesuar për çështjet e dunjas. Edhe do shtohet pasuria, domethënë. Do shtohet pasuria. Sot në ditën e sotshme, kokdhimbja më e madhe dhe stresi më i madh që e kanë shtetet, ato qeverisjet që qeverisin shtetin, është çështja ekonomike. A është ashtu? Kjo u shkakton njerëzve domethënë sot shumë kokdhimbje. Çështja e ekonomisë, që me pas ekonomi stabile, që me pas lek domethënë të mjaftueshëm. Por kur do zbatohet shariati i Allahut subhanahu wa taala, siç e shihemi këtu, dhe Isa alayhi salatu wasallam nuk ka me pranu për vetëm se çështja domethënë ose islamin ose domethënë me i luftu, atëherë do përmirësohen edhe këto çështje tjera, që do thotë domethënë se rrugdalja për të gjitha krizat dhe problemet botërore, rrugdalja është feja e Allahut subhanahu wa taala.
Aty është zgjidhja e të gjithë problemeve për njerëzimin. Aty është zgjidhja, domethënë, për të gjitha problemeve e njerëzimit. Dhe më kujtohet në këtë kontekst fjala e shehut ton Sheh Abdul Buhari hafidhahullah njëherë në Medinë, kur përmendi domethënë se njerëzit po ankohen sot për lloj-lloj krizash, po tha shehu se kriza më e madhe që e ka kaplu botën islame është kriza e çështjes domethënë që ata nuk e ndjekin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kjo është krizë reale dhe krizë më e madhe, se po ta ndjekin ata me përpikmëri pejgamberin alayhi salatu wassalam, atëherë të gjitha këto krizat të tjera do të përmisohen. Do të përmisohen, siç e shohim këtu domethënë. Siç e shohim këtu kur ka më ardh Isa alayhi salatu wassalam dhe ka më gjyku me shariatin e kujt? E Muhammedit alayhi salatu wassalam. Do jetë kjo gjendja e njerëzve që do jetojnë. Gjendja e mirësisë, gjendja e hajrit. Gjendja larg armiqësisë, larg urrëties, larg zilis. Edhe o përmend këtu domethënë se sa një sejdë domethënë të jetë më e vlefshme dhe më e mirë domethënë se sa gjithë bota, dunjaja dhe çka ka në të, edhe o përmend domethënë edhe një ajet këtu që ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Domethënë që ehlul kitabi do të besojnë në Isain alayhi salatu wassalam para vdekjes së tij. Do ta ndjekin, do t'i besojnë. Këtu thot Sheikh Rabia rahimahullah, disa prej dietarëve kanë thonë la yu'minanna bihi. Bihi këtu, disa kanë thonë është për qëllimin do t'i besojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Disa kanë thonë se është këtu do t'i besojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por është këtu domethënë për qëllim në këtë ajet të Isa alayhi salatu wassalam. Do t'i besojnë domethënë tamam me besim të saktë. Edhe nëse i besojnë Isait alayhi salatu wassalam me besim të saktë, atëherë kanë besuar edhe Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe kanë besuar Allahun subhanahu wa ta'ala dhe do ta veçojnë domethënë me tauhid. Sa i përket domethënë kjo tregon ky ajet, do thon qabla mautihi, para vdekjes së tij, se Isa alayhi salatu wassalam nuk ka vdek. Nuk ka vdek, por është ngritur në qiell. Thot Imam Uthemini rahimahullah se ngritja e Isait alayhi salatu wassalam është ngritur i gjallë, por në gjumë. Kjo është domethënë sipas Sheikh Utheminit rahimahullah mendimi më i saktë, që kur është ngritur Isai alayhi salatu wassalam në qiell, ka qenë domethënë i gjallë, po në gjumë. Në dallim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka bërë domethënë el Isra wal Miraj, e ka bërë domethënë duke qenë i gjallë, edhe duke qenë domethënë në bedije. Ajo domethënë shkuarja në Beitul Maqdis, pastaj ngjitja lart në qiell, dhe gjitha kjo thotë Sheikh Uthemini rahimahullah ka ndodhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë domethënë në bedije. Sa i përket qëndrimit të Isait alayhi salatu wassalam në tokë, kur ka me zbrit domethënë në tokë, sa ka me qëndru në tokë, përmenden disa rivajete. Në një rivajet thotë Sheikh Rabia 40 vjet, një rivajet tjetër 19 vjet, një rivajet tjetër 17 vjet dhe rivajeti i fundit është se do të jenë 7 vite. Dhe sipas Sheikh Rabiz rahimahullah, kjo është mendimi më i përafërt dhe më i saktë, se qëndrimi i Isait alayhi salatu wassalam ka me qenë domethënë në 7 vite. 7 vite domethënë në tokë. Edhe këtu e përmend Sheikh Uthemini rahimahullah çështja e zbritjes së Isait alayhi salatu wassalam, edhe që do të jetë domethënë që me vra Dejjalin, që kur do zbrit domethënë Isa alayhi salatu wassalam, edhe është përmend domethënë se do të zbrit Isai alayhi salatu wassalam në lindje të Damaskut, edhe është përmend edhe në një minare të bardhë, el menaratul bayda, në lindje të Damaskut.
ose aty pranë domethënë asaj. Edhe pastaj masi që ka me zbrit Isai alayhi salatu wasalam me lejen e Allahut subhanahu wa taala, atëherë domethënë ka me kërku Dejjalin për me e vra. Dhe ka me vra domethënë në portën e Ludit. Do jetë domethënë ballafaqimi mes Dejjalit dhe Isës alayhi salatu wasalam te porta e Ludit, që është, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, një fshat prej fshatrave të Palestinës. Një fshat prej fshatrave të Palestinës, aty do të jetë ballafaqimi mes Isës alayhi salatu wasalam dhe këtij domethënë qafirit Dejjal, sipas emrit vet domethënë Dejjal min ad-Dajjal, që është gënjeshtar domethënë dhe pretendon domethënë në mënyrë duke gënjur e pretendon domethënë rububien edhe mashtrime të tjera, Por kjo domethënë me ardhjen e Isait alayhi salatu wassalam, ai domethënë do ta vras, do ta shkatrojnë. Edhe pastaj thotë Sheikh Rabia rahimahullah këtu, edhe është çështja domethënë që në kohën e Isait alayhi salatu wassalam, pastaj do të shfaqen Ya'juj wal Ma'juj, edhe ata domethënë do të shkatrohen. Pas kësaj domethënë, pasi shkatrimit të Ya'jujit dhe Ma'jujit, domethënë atëherë Allahu subhanahu wa taala kam ia dhënë mundësinë Isait alayhi salatu wassalam që me gjyku domethënë në tokë, që me qenë gjykues domethënë në tokë. Edhe ka me mbush tokën me drejtësi. Ka me mbush tokën domethënë me drejtësi dhe në kohën e tij domethënë ka me pas përmirësim dhe hajër. Saqë domethënë i përmend këtu Sheikh Rabia rahimullah, do largohen këto cilësi që është armiqësisë, urrejtjes dhe e zilis. E pastaj, nëse e marrim mendimin aty të Sheikh Rabiz rahimullah, që është një prej mendimeve të dietarëve të selefit që ka me qëndru Isa alayhi salatu wasalam 7 vite në tokë, atëherë mas ato 7 vite domethënë, thotë Sheikh Rabia rahimahullah, Allahu subhanahu wa taala ka me lishu një erë që vjen domethënë nga ana e Yemenit, dhe ato shpirtrat e besimtarëve dhe muslimanëve domethënë do vdesin domethënë. Kam i marr domethënë, do jetë shkaku ajo era, e pastaj do të mbesin në tokë njerëzit më të prishur. Do të qëndrojnë në tokë domethënë njerëzit më të prishur dhe mbi tyre domethënë ka me ndodh kiameti. Ata domethënë do ta përjetojnë atë tmerrin domethënë e kiametit. Pastaj çështja është që te një transmetim këtu që e përmend Imam Muslimi rahimahullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betua, do thonë betohet pejgamberi alaihi salatu wasalam, pa mi ja kërku dikush betimin. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah, në raste të tilla, kur janë çështje domethënë që dikush mundet habitet domethënë është ngjitur në qiell, pastaj nuk e dim sa ka qëndru sa vite në qiell, e pastaj prap zbrit në tokë. Do shta i duket këto sende dikujt domethënë të vështira për neve, por për Allahun subhanahu wa taala asesi jo. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam është betu domethënë sa me tregu domethënë se kjo ka me ndodh dhe s'ka kthim. Por kur t'i vjen koha. Kur t'i vjen koha domethënë ka me ndodh dhe thotë Sheikh Uthemini rahimullah, ata që dyshojnë në këto çështje të tilla janë njerëz domethënë që kanë iman të dobët ose nuk kanë iman hiç, ose nuk kanë domethënë iman në zemrat e tyre. Pastaj e përmend Sheikh Uthemini rahimullah po ashtu edhe çështjen e varimit të Isait alayhi salatu wassalam. Se është përmend domethënë se Isai alayhi salatu wassalam do varose domethënë aty pranë varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Por sa i përket kësaj, thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, nuk ka diçka domethënë të saktë që është e transmetuar domethënë se Isa alayhi salatu wasallam do e ketë varrin domethënë afër varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aty domethënë në Medinë. Edhe thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, kjo çështje ta dim, dituria domethënë rreth çështjes
a do jetë vari i Isës alayhi salatu wassalam aty afër varit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, a nuk do jetë, nuk është çështje domethënë që është prej çështjeve të akidës, se nëse do të ishte një çështje prej çështjeve të akidës, atëherë Allahu subhanahu wa taala na kishte shpallur dhe po ashtu edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam do ta kishte transmetuar. Kjo lidhet, është përmendur edhe në Kitabu Tauhid, se çështja e varreve të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, i vetmi varr që dihet me siguri të plotë se ku është vari Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për varin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam nuk e dim ku është. As për varin e Musait alayhi salatu wasalam nuk e dim ku është. As për varin e Nuhit alayhi salatu wasalam nuk e dim ku është. Edhe nuk na është treguar edhe ku do jetë pastaj vari edhe e Isës alayhi salatu wasalam. Sepse po të ishte diçka të rëndësishme për akidën tonë, atëherë do të kishte ardhur shpallje. Po ashtu përmend Imam Uthejmini rahimahullah një mesele, një çështje që thotë disa që shtiren si shumë të ditur, thonë se Ebu Bekri radiallahu anhu nuk është më i miri i këtij ummetit pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që ka me ardh Isa alayhi salatu wasallam, ka me zbrit edhe ka me jetu në mesin e muslimanëve dhe ka me gjyku me shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu do të thotë që pas Muhamedit alayhi salatu wasallam vjen Isa alayhi salatu wasallam, jo Ebu Bekri radiallahu anhu, po Sheikh Uthaymin rahimahullah, këta janë njerëz vetëm që shtiren se kanë dije. Në realitet as dije, as kuptim, sepse ajo muqarana, ai krahasimi nuk është me vend këtu. Sepse Isa alayhi salatu wassalam është në rangun e pejgamberëve dhe të dërguarve, dhe në rangun e atyre 5 më të mirëve të dërguarit e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është domethënë Isa alayhi salatu wassalam hyn domethënë në llojin dhe shkallën e profecisë, e profetëve, e pejgamberëve. Jo në domethënë në gradën domethënë dhe shkallën dhe pozitën e sahabëve ridwanullahi alejhim. Por Imam Uthejmini rahimahullah, siç e thotë, ata vetëm shtiren se kanë dije, kurse në realitet domethënë janë ignoranta. Po ashtu thot Sheikh Uthejmini rahimahullah, në lidhje që u përmend te hadithi, te fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam se Isa alayhi salatu wassalam ka më qenë gjykues, domethënë se gjykatës i drejtë, domethënë me drejtësi ka më gjyku. Kjo na jep me kuptu, thot Sheikh Uthejmini rahimahullah, që ndoshta në atë kohë, para se me zbriti Isa alayhi salatu wassalam, ka me pas domethënë padrejtësi të shumta dhe do të ekzistojnë domethënë një farë lloj parregullsi, që nuk do të dihet domethënë as kush han, as kush pin, as kush vritet, e pse vritet, e ku vritet, e çish vritet domethënë. Anarkia, e thonë kësaj anarki. Por ka me ardhur atëherë Isa alayhi salatu wassalam dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe sukses nga Allahu subhanahu wa taala ka me vendos domethënë në drejtësi. Sa i përket, thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah, ka me thy kryqin. Kuptimi i thyrjes së kryqit i ka dy kuptime, thotë Sheikh Uthejmini rahimahullah. Ai kuptimi domethënë që është kuptim praktik, që ka me thy me të vërtet kryqin, po edhe kuptim kuptimor. Që do të thotë këtu kuptimi kuptimor? Ka me u andalu atynve fenë e tyre. Nuk do kenë domethënë zgjedhje, vetëm se Islami ose të luftohen, ose domethënë të luftohen. Edhe nuk kanë me pas të drejtë domethënë ta shfaqin, duke madhëru kryqin e tyre kështu me radhë. Por do jetë zgjidhja mes Islamit dhe çështja domethënë e luftës. Pastaj kapitulli i radhës, që përmend këtu Imam Muslimi rahimahullah, është kapitulli domethënë babu bayani zamani alladhi la yuqbalu fihi al-iman. Kapitulli sqarimi i kohës kur besimi nuk do të pranohet më. Sqarimi i kohës kur besimi, imani nuk do të pranohen më, nuk i bën dobi njeriu domethënë në imani pas
kësaj periudhe, pasi që do të ndodhin këto sende që do përmendën këta shkruar në këto hadithe, pas kësaj domethënë nuk i bën dobi njeriu imani i tij, besimi i tij, nuk i bën. Ka mbaruar çështja. Këtu përmend po ashtu Imam Muslimi rahimahullah disa hadithe, një hadith po ashtu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ atëherë citoj pejgamberi alayhi salatu wasallam ajetin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Domethënë, kjo është hadithi i parë ku thot pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk do të ndodh kiameti derisa dielli të lind nga perëndimi i tij. Kur ai lind nga perëndimi, të gjithë njerëzit do të besojnë. Të gjithë njerëzit do të besojnë. Por atë ditë nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka fituar donjë të mirë, domethënë donjë vepër të mirë me besimin e tij. Edhe lexoj ajetin domethënë në përkthim, nuk do t'i bëj dobi askujt besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka fituar donjë të mirë me besimin e tij. Domethënë aty ka mbaruar çështja. Ka marr domethënë në fund. Edhe hadithi tjetër që po ashtu transmeton sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. domethënë tri sende, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, tri sende, tri çështje kur do shfaqen ato, nuk do i bën njeriut besimi i tij domethënë në dobi, nëse nuk ka besuar më parë, ose nuk ka bërë vepra të mira më parë. Është e para, domethënë që lindja e diellit nga perëndimi dhe shfaqja e Dexhallit dhe ajo kafsha e tokës. Ka me dalë një kafsh nga toka dhe ka me u fol njerëzve. Domethënë njerëzve. Kur do ndodhin këto, sipas hadithit, atëherë njeriu domethënë nuk ka më i bërë dobi besimi i tij. Besimi i tij. Edhe këtu e përmend hadithin e fundit që janë disa hadithe të përafërta, që është çështja domethënë që transmeton Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yawman atadruna ayna tadhhabu hadhihi ash-shams. Një ditë prej ditëve në Medinë u tha pejgamberi alayhi salatu wassalam sahabëve ridwanullahi alayhim, a e dini se ku shkon ky dielli kur largohet këtu prej nesh? A e dini se ku shkon? Atëherë sahabët ridwanullahi alayhim, nga edukata e tyre që kishin, i dhanë pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi dhe i dërguari i tij e din më së miri. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsh فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبح طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Ky hadith madhështor ku tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për çështjen e diellit, se ky dielli domethënë vazhdon të lëviz derisa të arrijë domethënë në vendin e tij të caktuar, nën arshin Allahut subhanahu wa taala. Pastaj bien sejdë. Dielli i bën sejdë Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai vazhdon të çndrojnë kështu derisa ti thuhet, ngrihu dhe kthehu nga erdhë.
atëra i kthehet dhe lind nga vendi i tij të lindjes. E kështu thotë Sheh Rabia rahimullah shpjegim, kjo ndodh çdo ditë. Nga fillimi i krijimit të tokës deri domethënë në atë ditë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Vjen domethënë dielli deri në vendin e tij të caktuar, nën arshin Allahu subhanahu wa taala i bën sejdë e pastaj domethënë vazhdon kështu me qëndruar në sejdë derisa i thuhet ngrihu, kthehu nga vendi domethënë nga ke ardh, e kështu domethënë ndodh çdo ditë. Edhe njerëzit wala yastankiru an-nasu minha shay. Njerëzit nuk do të vrejnë asgjë të pazakon tek ai të dielli. Sa ta shohin për ditë domethënë, lind dielli domethënë nga vendi i saj, edhe perëndimi nga vendi i saj, edhe nuk vrejnë, nuk domethënë shohin diçka domethënë të pazakonshme. Derisa domethënë një ditë do i thuhet, do urdhërohet dielli, do urdhërohet nga Allahu subhanahu wa taala, do i thonë ngrihu dhe lind nga perëndimi yt. Ngrihu dhe lind nga perëndimi yt. Atëherë u thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, a e dini se kur ka më ndodh kjo? Kjo është domethënë edhe lexoj ajetin që nuk kam i bë dobi njeriu besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bë domethënë vepra të mira. Këtu thot Shejhu jon Sheh Rabia rahimahullah se këto çështja domethënë që ka transmetuar dhe u ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasallam sahabëve ridwanullahi alehim në lidhje me diellin, në lidhje me xhenetin, në lidhje me xhehenemin, në lidhje domethënë me çështjet e ghaibit, ne u besojmë plotësisht. Pa kur fare hezitim. Sepse ajo thot domethënë të vërtetën dhe nuk flet domethënë nga vetja e tij, por me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, i cili është krijuesi i atij diellit, hënës, qiellit, krejt ato sende zjarrit, xhenetin, kush e ka kriju? Allahu subhanahu wa taala. Atëherë domethënë ne i besojmë në kundërshtim me aqlaniyunët. Në kundërshtim domethënë atyre njerëzve që i japin logjikës përparësi ndaj teksteve sheriatike. Se ata domethënë këto çështje domethënë lindja e diellit domethënë nga perëndimi, shfaqja e Dexhallit, çështja e Yaxhuj dhe Maxhuj, çështje tjera domethënë zbritja e Isait alayhi salatu wasallam e kështu me radhë, ata domethënë i refuzojnë. Sepse ata e marrin veten e tyre domethënë në konsiderat edhe e krahasojnë çështjen domethënë sipas mundësive dhe kompetencave dhe fuqive të tyre. Kjo është domethënë shkaku, edhe kjo tregon domethënë se sa të devijuar janë këto njerëz. Këtu thotë Sheh Rabia rahimahullah, pasi që ka me lind dielli nga domethënë nga perëndimi, kjo atëherë nuk i pranohet pabesimtarit domethënë pendimi, besimi. Po edhe thotë Sheh Rabia fasikut, el fasik, atit mëkatarit që është musliman, kur do pendohet se kur ka me pa domethënë se ka lind dielli nga perëndimi, nëse ka konzumu alkohol, ka bo zina, edhe nuk është pendu deri në atë dakik, deri në atë moment, atëherë nuk i bën dobi pendimi. Kjo vlen domethënë edhe për ai i cili është domethënë njeri mëkatar dhe shkelës të kufive të Allahut subhanahu wa taala, që pasi që ndodh një gjë e tillë domethënë nuk do i pranohet atij pendimit për mëkatet që i ka vepruar deri në atë moment. Pastaj, sepse këtu Imam Uthejmini rahimahullah e përmend domethënë, kjo është një prej çështjeve se atëherë thotë Sheh Uthejmini rahimahullah njerëzit do ta kuptojnë se kjo çështje ose ky univers ose kjo botë ka krijues. Edhe do bëhet ajo çështja e ghaibit, do bëhet domethënë e qartë. Edhe atëherë nuk i bën njeriu domethënë dobi besimi i tij. Është sikur se thotë Sheh Uthejmini rahimahullah, ajo çështja individuale që ndodh njeriu, kur ai e përjeton në momentet e fundjes së jetës së tij në dunja. Kur ai sheh diçka që të tjerë nuk e shohin,
kur ai përjeton edhe e arrin çështjen e yakinit ai, se është i bindur mos e a është e vërtet mo, atë nuk i bën atit dobi ai besimi. Është sikurse faraoni. Faraoni kur ka qenë duke u zhytur në ujë, atëherë ka thënë, si ka thënë edhe Allahu Teala në Kur'an e ka përmend, Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Unë do të thonë besoj se nuk ka të adhuron me të drejtë veç atij që e adhurojnë banu Israilit. Wa ana min al-muslimin, dhe unë jam prej muslimanëve. Po Allahu Teala tha al-an atash wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Më parë do të thonë ke qenë do të thonë gjinahçar, mëkatar, shkelës kufive të Allahut subhanahu wa taala dhe për atyve që kanë bërë prishjen tokë. Do thënë këtu faraonit nuk i ka bërë më dobi besimin ose pendimin. Edhe këtyrve kur ta shohin do të thonë se dielli ka lind nga perëndimi, atëherë do të thonë ka mbaru çështja e pendimit. Ka mbaru do të thonë puna e pendimit. Pastaj te çështja do të thonë hadithi i dytë në renditje në këtë kapitull, ku është transmetuar po ashtu nga Abu Huraira radiallahu anhu, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam ato 3 çështje, 3 sende kur do shfaqen, atë nuk i bën njeriu dobi i besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë. Është domethënë çështja e lindjes së diellit nga perëndimi, shfaqja e Dexhallit dhe shfaqja e asaj kafshë nga toka që ka me u fol njerëzve. Sheikh Rabia rahimahullah thot këtu, sa i përket se nuk do pranohet pendimi pas ndodhjes së këtyre sendeve, sa i përket lindjes së diellit nga perëndimi dhe shfaqja e asaj kafshës nga toka, thot që binisbeti li la ishkala fihima. Sa më përket mua, nuk ka këtu do një çështje problematike, që nuk do pranohet pasaj pendimi. Për shkak se thot Sheikh Rabia rahimullah, në ditën kur ka me lind dielli nga perëndimi, në atë mëngjes do shfaqet edhe kjo kafsha. Në të njëjtën ditë domethënë. Koha dy shumë afër. Prandaj më këtu është e qartë se nuk do pranohet më pendimi. Edhe koha është shumë afër, pas lindjes domethënë së diellit nga perëndimi, më njëherë në atë mëngjes domethënë do shfaqet edhe kjo kafshë. Por çështja thot Sheikh Rabia rahimahullah, që është domethënë pak që duhet më mirë domethënë të hulumtohet dhe të shihet domethënë, është çështja që është përmend këtu, çështja e Dexhallit. Kur do shfaqet Dexhalli, sipas këtu hadithit, nuk pranohet më pendimi. Kurse thotë Sheikh Rabia, ne kemi domethënë hadithe mutawatira, se kur ka me zbret Isa alayhi salatu wasalam, ka me xhiku me drejtësi edhe ata krishterët, edhe ato tjerë domethënë ehlul kitab, domethënë do i besojnë, do thotë që ata do pendohen. Ka me ndodh pendim për atyre. E si ka mundësi tash që këtu përmendet, nuk do pranohet domethënë pendimi nëse dikush nuk ka besuar para asaj. Thotë Sheikh Rabia rahimahullah, fa hadha ishkalun yahtaju ila al-bahth. Kjo çështje domethënë kërkon një hulumtim domethënë shtesë. Një hulumtim shtesë, një hulumtim më i gjerë, që domethënë unë tani për tani nuk kam diçka që e zgjedh këtë ishkal, këtë problematik. Nuk kam diçka, edhe ndalesh, domethënë ndalesh. Nuk kërkon diçka mbi mundësive që i posedon. Kaq ndalesh. Nuk është patjetër me fol diçka. A e çollova se çollova, jo, fol se këto çështje janë çështje të gajbit. Nuk guxon njeriu me fol për vetëm se me argumente. Jo prej ndjenjeve, jo prej eksperiencës. Jo, me pas domethënë tekste. Prandaj Sheikhu rahimahullah thotë, nuk kam diçka domethënë prej teksteve sheriatike që e zgjedh, nuk ka arritur domethënë që të zgjidhet kjo punë, sepse është vetëm kjo pjesa domethënë në shfaqja e Dexhallit, sepse ato hadithet e Isës alayhi salatu wasalam janë hadithe domethënë që janë mutawatir domethënë. Edhe një send tjetër, domethënë çështja që është ishkal, po që ka përgjigje nga Sheikhu rahimahullah, është çështja e u përmend në hadith se
domethënë dielli lëviz dhe ec derisa të arrijë në vendin e caktuar dhe aty bi sejdë Allahut subhanahu wa taala nën arsh. E dikush mund të thonë si nën arsh e kështu me radhë, thotë Sheikh Rabia rahimahullah se të gjitha krijesat të tjera janë nën arshin e Allahut subhanahu wa taala. Kudo që ndodhin ata, kudo që të ndodhin janë nën arsh, sepse arshi është domethënë mbi të gjitha këtyre krijesave. Edhe ku e bën ajo, që Allahu e din këtë ku e bën ajo atë sejdë, prap ajo është domethënë në pozicionin që është nën arsh. Edhe ne, thotë Sheikh Rabia rahimullah, kur i bëjmë sejdë Allahut subhanahu wa taala, jemi domethënë nën arshin e Allahut subhanahu wa taala. E kështu më radhë. Edhe ato qiell domethënë edhe sendeve domethënë el kawakib domethënë yjet e planetet të tjera domethënë janë taht al arsh, janë nën arshin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu jemi në fund edhe të këtij kapitullit dhe mjaftojmë me kaq. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.